rastin konkret, pra ku përfshihet dhe Premgjini, ngjarja ka nisur si për shkak të trafikut të heroinës. Pastaj është futur gjakmarrja. Pra, ka raste kur gjakmarrja ka nevojë për financim, dhe ata që janë përfshirë në gjakmarrje hyn tek narkotikët. Por ka raste tjera kur janë duke u marrë me narkotik dhe pastaj për shkak të larjes së sapeve përfundojnë në gjakmarrje. Është një nga kombinimet më të këqija të mundshme. Pra, një larje sapesh që përfundon në hakmarrje ose në gjakmarrje, edhe sidomos janë disa zona, për shembull zona e Mirditës e ka shumë të theksuar, zona e Dukagjinit e kanë shumë të theksuar, me Malia i së fundit dhe te Pelena, dhe ata e kanë shumë të theksuar këtë gjë. Pra, kur nisin për shkak të problemeve me narkotrafikun, dhe pastaj konkludojnë dhe vazhdojnë si histori gjakmarrje. Pra, edhe ngjarja e fundit, fati i madh që ajo Emin është kapur në kohë, sepse dëmi që mund shkaktonte Emin do të ishte shumë i madh. Po janë një seri ngjarjesh, dhe këtu flas për ngjarjet me hakmarrje apo gjakmarrje që kanë ndodhur në këtë qark. Pra, duket sikur në këtë moment Lezhë, Saranda që e ka qarku i Vlorës dhe me Malia që e ka qarku i Gjirokastrës, me Malia është qytet shumë i vogël. Sa qytet tamam s'mund t'i thuash tashmë se pothuajse braktisur nga njerëzit, është mbyllë dhe minjen atje. Dhe por intensiteti i krimeve që kanë ndodhur aty dhe i atentateve të pazbuluara, të bën që, shiko, unë nëse do të kisha mundësi tek vite pyetje që bëre ti, do t'i kërkoja Spakut, më mirë të hetonte disa nga këto ngjarjet e brendshme që kemi ne, se sa dosi që na i sjell Prokuroria Belgje. Prokuroria Belgje nuk i bëhet vonë se çfarë ndodh në Shqipëri. Prokuroria Belgje do të godasi grupet shqiptare që veprojnë në Bruksel. Tani grupet shqiptare që veprojnë në Bruksel e marrin kokainë dhe marikletine dhe e shesin në Bruksel. Në Shqipëri kanë vetëm pasaportën dhe origjinën e tyre. Nëse ata investojnë në mbretërinë e Belgjikës, nuk i prek njeri. Nëse ata e sjellin paranë e fituar atje në Shqipëri, atëherë autoritetet belgje i shoqërojnë me dosje nga mbrapa dhe ja sjellin Spakut. Pra, unë mendoj që Spaku paguhet nga taksapaguesi shqiptar, na intereson ne të luftojmë krimin organizuar brenda Shqipërisë së pari. Ne nuk jemi këtu për të marruar punët e pistat e Europës. Ki parasysh, në shumë vende të Bashkimit Evropian, dënimet për narkotrafikun janë shumë të buta se në Shqipëri. 4 vjet, 6 vjet maksimume. Tani, pse prokuroria atyre vendeve nuk i shkojnë me gjykatave të BE-s, po i sillin dosje në Shqipëri, sepse e dinë që në Shqipëri gjykata është noteri i Spakut. Derisa të vëmë në Strasburg, aty do ta shohim se çfarë do ndodhi.